në kullën legjendare të Isa Boletinit. Këtu ku ndodhet edhe varri I Isa Boletinit, është pjesë e kullës, po është shtëpia muze. Një shtëpi muze kjo që ka objektet e ndryshme, sidomos materiale arkivore, të cilat tregojnë veprimtarinë e Isa Boletinit, si dhe origjinën e familjes dhe dokumente autentike, të cilat janë të vendosura këtu mbas disa vitesh, të grumbulluara në të gjithë Shqipërinë këto dhe nga institutet dhe institucionet e hulumtimeve të historisë të Shqipërisë, ku patjetër figura e Isa Boletinit zë një vend nga më të rëndësishmit dhe nga një vendet më kryesore të historisë të Shqipërisë për liri dhe pavarësi, sidomos për pavarësinë e Shqipërisë. Para kësaj shkolle, Isa hap shkollën e parë shqipe në Angën e Provincës. Edhe në hulumtimin e Ministrinë e Arsimit, në atë që është nga shkollat e para shqipe në teritorin e stacionit. Pra viti I parë që hap Isa shkollën ka qenë viti 1800. Se në redima në Perandori Osmani, Zbat Brejta kanë posë shqiptar, dhe me mundim edhe me sakrificë kanë arrit që shkanë me sonë të rinë. Për Isën, ndoshta nuk ka shumë kohë me shpjegu historinë e këtyre ndërzuarve, po ne ata shikojmë historinë prej kohës parë, sidomos nga nipi I tij, nga pushtrimet e tij, një person që është I begatshëm, tamam këtë pasurim origjinal që cilat ai kanë mbutuar vetë. Isa I kishte 9 djemë dhe 5 vajza, 14 fëmijë gjithsej, do të thotë janë shkolluar në shkollat më të mirë në Evropë, në Stamboll, në Rom dhe në Vjenë. Nga 9 djemë sa I kishte, kanë qenë 4 oficera, një ka qenë avokat dhe tjerë kanë qenë në shkolla pedagogjike, plus asaj edhe nipa të tjerë që ata me buxhet puna të këta I kanë shpërndajë. Po këta e kanë një rrugtimin e babait tyre, për arsye amaneti I Boletinëve ka qenë shkirimi I gjitha troja Shqipërisë, si në Maqedoni, si në Kosovë, deri në pazarin. Mirë po, pasi kanë kundërshtuar regjimin e ashpër serbo-komunist, ka qenë I akmarrje pa shkirime dhe thotë janë të Isës 4 britën nga regjimi, me thonë me rezistencë, të tjerët burgosin qatë edhe gratë e familjes tona nuk I kanë përsy duke burgos, gjyshja ime 2 herë ka 3 muaj ka qenë në bukën në Isës, pashtë edhe qika Axhës babës. Edhe pse kjo vizit nga ky batalion ishte dashur të jetë shumë më herët, jo vetëm në 20 vjetorin, po ishte dashur të jetë në 5 vjetorin, 10, 15, tani edhe në 20 vjetorin, po është e mirë se orë dhe është shumë e vend, e juve ju dëshirojmë sukses, ju prift e mora, e ju punoh mendja shëndeti. Sa frymëzuese është figura e Isa Boletinit tek rinia sot? Nuk është në nivelin që është dashur të jetë, jo vetëm Isa Boletini, po nuk janë asnjë figurë absolutisht, e posaçërisht Isa Boletinit, pasi që shumë pak flitet për to dhe është flit deri me tani. Çfarë vendi ka zënë deri tani figura e Isa Boletinit në historinë e Shqipërisë, historinë e re të Shqipërisë? Për që tren nuk po mëjmë të tregu kur gjë, po për atë vjetrën edhe deri me sot që është shkruar, të nxanë në vend, përkatësisht të nxanë vendin e duhur, vendin që I takon Isa Boletinit. Çfarë mesazhi vendos për të qenë një vizitë e tillë në këtë muzeum për brezin e ardhshëm dhe për ata që vizitojnë për herë të parë? Unë nuk kisha mujt me quj mesazh, po porosi edhe porosia është dhe ish dashur të jetë dhe në për të gjitha shkollat të ketë fotografi të Isa Boletinit për me arrit vendin ku duhet të jetë dhe për të u informuar rinia e jonë shqiptare. Unë jam Halit Barani, kryetari I Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut qendra rajonale në Mitrovica tash e 30 vite. Prekaz Otrim, edhe sot je komandanti im. Buza ndridhet në vaj, mos në qërto pse qaj. Deri në fund kësaj bote, sarohet lavdia jote.